Gjatë fundjavës, zoti Rama e ftoi kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, në një debat publik. Zoti Berisha ka qenë i gatshëm për të debatuar me të edhe në të shkuarën. Kujtojmë se e ka ftuar zotin Rama për të debatuar për zgjedhjet e vitit 2009 dhe është i gatshëm për të debatuar sërish me liderin e opozitës përpara zgjedhjeve të vitit 2013. Por zoti Berisha beson se tani nuk është koha për debate, veçanërisht për shkak se nuk do të ishte e përshtatshme për Partinë Demokratike të ndikonte në kongresin e ardhshëm të partisë së zotit Rama. Duke gjykuar nga gjuha e letrës së zotit Rama, ai mund të dojë që të bëjë luftë politike dhe të debatojë për të shkuarën, por tani nuk është koha që ne të fokusohemi mbi mosmarrveshjet tona.